Hej të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në këtë orar për t'i dhënë vëmendje Big Brother VIP Kosova 4. Në fakt tani do të flas për disa protagonistë. Fillimisht do të flas për Albën, do të flas për Shkurtën, do të flas për Edin, do të flas për Benitën, por gjithashtu edhe për të gjithë banorët e tjerë. Natën e mbrëmshme ka patur një debat të zjarrt mes Albës, Shkurtës edhe Sasës. Saranda Hoda, një prej banorëve të shtëpisë së Big Brotherit. Debati nisi për shtretërit, vazhdoi në personale dhe shtëpia u irritua. Tani, Alba Pollozhani po del sipas asaj analizës që kam bërë unë. Natën e parë ishte shumë e qetë. Ditën e dytë ishte shumë e qetë dhe pikërisht ditën e tretë apo natën e tretë në shtëpinë e Big Brotherit, Alba po luan një strategji që po mundohet t'i provokoj të gjithë banorët dhe të sjell, do të thënë t'i rrotulloj në gisht dhe t'i mbaj në gisht të gjithë banorët e tjerë. Tani ne kemi një lloj fotografie se çfarë strategjie ka Alba për loj sepse ka qenë në një reality show të ngjajshëm, që ne e kemi parë të gjithë domethënë këtë reality show dhe kemi kuptuar për strategjinë edhe për lojën e Albës, që Alba e ka në natyrën e saj ti provokon banorët, ti nxjerrën nga vetja edhe më pas domethënë të luaj rolin e viktimës. Por në anën tjetër, në këtë mes kemi edhe Shkurtën, që Shkurta duket shumë e drejt për drejt, duket shumë goditse, duket shumë femër që nuk i plas fare, do me thënë nuk i trëmbet debatit, dhe kemi dhe Benitën që mundohet që të hije në loj. Tani nuk e është shumë herët për të thënë se sa të vërteta mund të jenë këto debate që ndodhin brenda shtëpisë së Big Brotherit, sepse loja ka nisur më shpejt se ç'imagjinoheshte të nisën. Tani, a është kjo një skenim nga produksioni që të skenon situata të këtilla për të rritur shikueshmërinë, apo thjesht, do me thënë, është një zëng që ndodhen brenda në shtëpi sepse e ndjenjë që duhet të ndodhen. Për shembull Sasa ka përzgjedhur që të jetë shumë e qetë, të jetë shumë e relaksuar, nuk merret shumë me debatet dhe i përdorën këto fjalë që mos na çaj kokën, mos na çaj kryt Alba na lër në këtë punën tonë. Në anën tjetër kemi Edin i cili është në qendër të vëmendjes për të krijuar skena dhe ka afërsi me disa nga banorët që në këtë rast është Toni edhe djali që ka filluar të na del me brek në shtëpi që bëhet fjalë për imitimin më interesant, do me thënë që bën me Bugatti e me gjëra të këtilla Lodmiri, që është duke krijuar situata që do me thënë don të merr vendin e gjestit, dhe unë mendoj që me flok të verdha, me brek në për shtëpi, Lodmiri po imiton në këtë rast gjestin, ndërsa banorët e tjerë nuk e kuptojnë akoma këtë formën që ai e ka punë imitimi të gjithë këtë pjesën, ndërsa Edin e shoh më të vërtet edhe e shoh më natyral në shtëpinë e Big Brotherit, domethënë është ai Edi që ishte vitin e kaluar, vetëm që strategjia e Edit është pak e dukshme, këtë më duhet ta them, e ka më në fokus domethënë të gjejë një femër, të krijojë një lidhje dashurie, edhe duke krijuar këtë lidhje e dashurisë, sepse ndoshta edhe dëshiron që të dashurohet, don të vazhdon të ndjekën suksesin e tij drejt finales më të madhe. Mendoj që e banorët e kanë këtë mendimin që me lidhje dashurie arrihet deri në finale. Ndërsa djali në fjalë Lodmiri, nëse e ka emrin të tillë tani se nuk i kanë fiksuar akoma emra të mirë dhe po mundohem që ta gjej a është ai emri, është në një londrimi, do me thënë qënka, më falni, është në një imitim të gjestit. Londrimi është tipik imitimi gjestit, brekët që dilte gjesti në përshpinë e Big Brotherit me brek, flokët e bardha, mundohet që të jetë në çdo cep të shtëpisë, ka shumë energji. Për shembull ndryshe nga Klodiani, Klodiani hyri shumë i fuqishëm, hyri me një emocion shumë interesant, po i mbeti do me thënë aty, mbeti në atë pjesën aty. Unë e shoh që Edi, Toni
Benita, Eliona, një banore shumë e rëndësishme, Shkurta, Alba, janë kjo 5 shja që janë duke i dhënë të paktën kësaj jave japin energji shumë shtëpisë. Kanë debate që janë shumë të zjarta që dalin deri në personale dhe me afrim të trupit të njëra tjetrës, por unë mendoj që Edi është i fokusuar tek dashuria dhe vajzat duan ta kapin, e shikoj që ka një pëlqyeshmëri mes Elionës, ndërsa në anën tjetër Londrimi është një personazh që bën një imitim nga hera e kaluar, që në këtë rast është edhe si imitim i gjestit brenda kësaj shtëpie, teksa Porime breke dhe me flokët e bardha që ka hyrë prej në natën e parë. Ndërsa nëse flasim për Linda Rej, Linda Rej është një kombinim shumë interesant, e cila mundohet që të bëj vetëm shaka.